Ky segment u mundsua pjesërisht nga Sunny Shores Travel. Për bileta ajrore drejt vendlindjes dhe çdo drejtim tjetër, telefononi Sami Ademin. Të ngjatjeta të nderuar teleshikues të pasqyrës shqiptare. Të premten e kaluar, shqiptarët e besimit islam këtu në Toronto festuan me madhështi Kurban Bajramin. Me këtë rast, në xhamin shqiptare që ndodhet në Runnymede dhe Aned, disa qindra bashkëdhetar u mblodhen për faljet e rastit. Ceremoninë e drejtoi Imam Muhamet Osmani. Festimet vazhduan edhe të shtunën në mbrëmje, por për këtë do të ndalemi më gjatë në kronikën që kemi përgatitur me këtë rast. Në fillim publicitet. Kemi kaluar me këto pamje në njërën prej sallave të qendrës kulturore polake në 4300 katra rrot në Mississauga. Si zakonisht edhe kësaj radhe, për nder të Kurban Bajramit, këtu u mbajt mbrëmje festive me dark dhe muzikë nga Sami Pacolli. Të pranishmit i përshëndeti i pari kryetari i Këshillit, Sadem Hyseni, i cili ndër të tjera në fjalën e vet falenderoi vullnetarët e xhamisë si dhe familjen Qafleshi për sponsorizimin e mbrëmjes. Në fjalën e tij, Imam Muhamet Osmani i mëshoi nevojës për më shumë unitet mes shqiptarëve musliman me banim në Ontario. Për ato mesazhi im si imami juaj do të ishte: ta ruajmë këtë vlerë kombëtare dhe fetare, ta ruajmë unitetin tonë. Sepse të bashkuar gjithmonë ballafaqohemi me sfidat më lehtë dhe mund t'i kalojmë ato dhe gjithmonë do të kemi suksese në të ardhmen nëse na jemi gjithmonë të bashkuar. I ftuar i veçantë i mbrëmjes ishte edhe superintendenti i policisë së Torontos, Mario Di Tomaso. I want to bring greetings to you from our Chief of Police, Bill Blair, and the entire command for your celebration of Eid tonight. I am here representing the Chiefs Consultative Committee, the Chiefs Muslim Consultative Committee, of which Bedri, come up here, Bedri. Bedri is a very valued member. And I just wanted to acknowledge all of his hard work on this committee. He's been a long-standing member and he represents the Albanian community with such honor and pride and passion. And he's been with us for a very long time and we've been working on all sorts of issues. Radhën e fjalimeve e mbylli i sapo zgjedhuri në detyrën e konsullit të nderit për Greater Toronto Area, Ervin Musta. Motra dhe vëllezër musliman, gëzuar nga moti festën e Kurban Bajramit, Zoti pranoft sakrificat tuaja. Në vazhdim, le të ndjekim një kolazh me përshëndetjet nga pjesëmarrësit në sallë. Gëzuar gjithë shqiptarëve të fesë muslimane, festën e Kurban Bajramit. Inshallah çdo vit e më mirë e presim. Gjithë bashkëdhetarëve shqiptar i uroj gëzuar Bajramin për shumë vjet me zemër të mirë. Ja uroj Bajramin gjithë shqiptarëve kudo si gjenden. Gëzuar të na gjej dita e Bajramit, edhe dita e flamurit, po në afronjo, është një festë e madhe 100 vjetori e mos harroj çdo shqiptar që të marrë pjesë për ditën e flamurit. Gjithë shqiptarët kudo që ndodhen, gëzuar ditën e Bajramit. Ju uroj të gjithë shqiptarëve kudo që janë, Kurban Bajramin, gëzuar të jemi përgjithmonë, edhe bashkim së bashku të jemi inshallah për të ardhmen. Mirëmbrëma, ju përshëndes dhe ju uroj të gjithë muslimanëve, shqiptarëve Bajramin sot. Urime. Përshëndetje në emër tem, po ashtu në emër të Këshillit, ju përshëndes gjithë shqiptarët kudo të jenë, ja uroj festën e Kurban Bajramit, edhe ju uroj se çdo të mirë në jetën tuaja, në familjen tuaja. Unë jam Hamdi Beqa nga Kuksi i Shqipërisë. Kena ardhur për me festu ditën e Bajramit unë te kjo halla Polish Hall, edhe kam dëshirë që të përshëndes gjithë vëllezërit shqiptar në radhë parë, me të gjitha gëzimet, inshallah harmoni dhe gëzime kanë gjithmonë. Kemi erdhur sonte këtu ta festojmë natën e Kurban Bajramit, e cila s'kam erdhur ka shumë kohë, edhe jam shumë e gëzueshëm që i takova të gjithë, ja uroj Bajramin të gjithëve, gëzuar nga motë më mirë inshallah, në çdo pikpamje. Në emër të Këshillit të xhamisë, urime të gjithë shqiptarëve kudo që ndodhen në botë. Gëzuar Bajramin, shëndet e gëzime dhe kur të erë të bashkuar. Mesazhi im, apeli im për të gjithë do të ishte për solidarizim, unitet dhe të jemi së bashku gjithmonë në këto çaste të gëzimit dhe sidomos muajin e ardhshëm
që koincidon me 100 vjetorin e pavarësisë së shtetit shqiptar. Pra edhe një herë të nderuar bashkëtarë, urime festa e Kurban Bajramit dhe paqim, lumturi dhe harmoni në shpirtat dhe në popullin tonë. Asalamu alaikum, paqja dhe bekimi i Zotit qoftë me ju. Të dielën e kaluar, komuniteti katolik shqiptar në Kanada përjetoi një ngjarje me rëndësi të veçantë. Në meshën e radhës ishte ftuar vetë arkipeqvi i Torontos, kardinal Thomas Collins. Kjo ishte vizita e tij e parë mes shqiptaro-kanadezëve katolik, me banim kryesisht në Toronto dhe rrethinat e saj. Vizitë që përkonte me ngjarjen më të shënuar të këtij komuniteti. Pak javë më parë, misionit katolik shqiptar që mban emrin e të madhes Nën Tereza, i ishin dhënë të drejtat e plota nga Kisha Katolike si njësi me pavarësi juridike dhe administrative. Në një bisedë të pak ditëve më parë me priftin Don Giovanni, pa të mësuar se nëpërmjet kësaj njohjeje, misioni siguronte vazhdimsinë dhe mundësinë për të fuqizuar deri në ndërtimin e vet Kishës shqiptare. Siç dihet, shërbimet fetare për shqiptarët katolik ende kryhen në kisha të marra me qera, si kjo slovene në Browns Line në Etobicoke. Ky segment u mundsua nga Old Mill Cafe, gatimet e traditës shqiptare dhe ngrohtësi familjare. Old Mill Cafe, East Mall dhe Rathbourne. Kronika në vazhdim na vjen nga Tirana, i kushtohet kompozitorit të mirënjohur të muzikës së lehtë dhe asaj filmike, Aleksandër Lalo. Për herë të parë, ai sjell përpara ardashësve të muzikës orkestrale një pjesë për kitar dhe violonçel. Siç do ta shikoni, tema e kompozimit tingëllon e njohur për veshin, pasi është marrë nga muzika e filmit Emblema e dikushme me autor Paul Lalo. Dy fjalë për veprën të lutet. Unë jam autori dhe është vështirë të flasësh për veten tënde, po unë ndjeva mirë se pasha reagimin e njerëzve, kolegëve aty, kuptova që e pritën mirë dhe u gëzova shumë, e thënë drejtën se artisti punon vetëm për këto momente i përjetohet tepër emocione dhe jam akoma i pashkarkuar akoma. Ishte premier, patjetër. Premier ishte, morë si përmarrje një çik vështirë, se s'kisha shkruar ndonjëherë për domethënë për violonçel dhe kitar, janë dy instrumenta që dojnë çik ustallik ti kombinosh, po me që më ka thënë kolegët e mi, Admiri dhe Aristidi, kam arritur diçka, nuk e di koha do t'rregoj më vonë se ç'kam bërë. Është një vepër e rrallë në krijimtarinë muzikore shqiptare, e shkruar për dy instrumenta të ndryshëm, siç është kitara akustike dhe violonçeli. Me kënaqësi e luajtëm sonde. Shpresojmë të kemi bërë figurë të mirë, së bashku me Admirin. Është bashkëpunimi ynë i parë si solista. Kemi bashkëpunuar më parë kemi bërë një recital me kitar quintet së bashku para një viti. Të shkruash një vepër për orkestër simfonike dhe dy solista është diçka shumë e rrallë. Do të thosh ajo vetëm në krijimtarinë shqiptare, por edhe botërore. Ky formacion që u luajt sot është vërtet diçka unike. Dhe përgjegjësia ishte e madhe natyrisht, po dhe emocioni njëkohësisht shumë i madh. Koncertet e tilla ndodhin rëndom jashtë Shqipërisë, pra në vendet e Evropës perëndimore ose në Amerikë ku luhen premierat, vepra për herë të parë të kompozitorëve dhe u emocionova dhe shumë biles kur ftuam në skenë dhe kompozitorin, është diçka që ndodh relativisht rrallë në Shqipëri. Duhet të ndodhi më shpesh dhe shpresoj që tjetë ky një fillim. Tingëllimi nga orkestra e radio-televizionit si u duk? Mua i vetëm pëlqeu, po ka bërë një punë të jashtëzakonshme edhe dirigjenti me orkestrën. Sigurisht të dy solistët që janë special, do të thonë, Aristid Prosi dhe Admir Doçi që janë instrumentistë, domethënë të jashtëzakonshëm për mua dhe janë shfat që i kemi këtu në Shqipëri, kanë bërë një punë individuale të jashtëzakonshme. Kur luhet një vepër është eveniment, se nuk është puna vetëm që gëzohemi në autorët, po i ngelet edhe vendit tonë i ngelet një vepër më shumë. Aleksandri është një melodist i lindur edhe shkruan pastër, sigurisht që ka vështirësinë e vet, por
nga masa e gjerë, themi, ose nga një spektator jo shumë i kualifikuar ndiqet me interes, kjo dhe i kualifikuar, ndiqet me interes, është shumë, nga që është një kompozitor me bagazh të madh për sa ta këngëve, ka bërë mbi 600 këngë, ose muzik filmash, 44 muzika filmash, kështu që ne unë ndjem mirë, e morëm me qef edhe ekzekutuam të dy bashkë. Pak më parë ju falenderuan, ju uruan plot artiste dhe kjo tregon se vepra e kaloi me shumë sukses këtë provë serioze pra. Po shikojmë në zanatin ton kohë është verifikuesi më i mirë. Nëse do të qëndroj kohës, di që kam bërë diçka. Në vazhdim juftoj të ndiqni një blok me njoftime komunitare. Shoqata shqiptaro-kanadeze Kosova, që prej më shumë se 12 vjetësh në shërbim të komunitetit me këshilla, informacione dhe rekomandime për të posaardhurit, për kthime dokumentash dhe me gojë, ndihmë për refugjatët si dhe për aplikime të ndryshme emigrimi. Zyra qëndron e hapur 6 ditë të javës dhe për takime me këshilltarin dhe drejtuesin e qendrës, zotin Agim Hadri, telefononi në 416 760 0172. Qendra e komunitetit shqiptaro-kanadez në Hamilton njofton se më 16 nëntor organizon një koncert me rastin e 100 vjetorit të pavarësisë, me pjesëmarrjen e këngëtares së shquar Merita Halili dhe grupin muzikor të drejtuar nga Raif Hyseni. Adresa Polish Hall në 1015 Barton Street East në Hamilton. Për më shumë të dhëna dhe rezervime biletash, telefononi në numrin që shfaqet në ekran. Dita e artë, kështu e ka titulluar punimin e tij më të fundit artisti Hytbi Tarelli, kushtuar figurës madhore të kombit shqiptar, Ismail Qemali. Germat janë punuar me dorë dhe janë të lara në arë. Porosit jepen nëpërmjet numrit të telefonit që shfaqet në ekran. Çmimi ka ulje të ndjeshme. Dita e artë nga Hytbi Tarelli, një ide e shkëlqyer dhurate me rastin e ditës së pavarësisë. Me rastin e 100 vjetorit të pavarësisë, shoqata shqiptaro-kanadeze e Londonit organizon një mbrëmje kulturore dhe artistike. Ditën e diel më 25 nëntor, ora 5 pasdite në Western Fair 316 Rectory Street në London, Ontario. E ftuar këngëtarja Maja Aliçka, e shoqëruar nga Përparim me Faja dhe Erin Demiri. Për më shumë informacion telefononi në njërin për numrave që shfaqen në ekran. Me rastin e 100 vjetorit të pavarësisë, kompania e mirënjohur Red Blend Art ofron posaçërisht për publikun shqiptar një koleksion artistik të figurave tona historike: Gjeq Kastrioti, Ismail Qemali, Ibrahim Rugova dhe Nën Tereza. Koleksioni përfshin një numër të kufizuar për 100 pikturash vaj në kanavac me korniza Larsen Jules dhe të shoqëruara me një certifikat autenticiteti. Kjo është një ndihmëse veçantë e Red Blend Art për bashkëdhetarët, pasi çmimet janë të ulura. Porosit jepen përmes telefonit ose emailit që shfaqen në ekran. Një rast i papërsëritshëm për të patur në shtëpinë tuaj një pjesë të historisë kombëtare të pasqyruar në artin e Red Blend Art. Para disa javësh, këngëtari i mirënjohur shqiptaro-kanadez me banim në Toronto, Muhedin Studenica, nxorri në Prishtinë albumin e tij më të ri me shoqëri muzikore nga grupi Sei Band. Repertori përfshin këngë lirike, dasme si dhe qytetare argëtuese. Përgëzime të ndryshme familjare dhe veprimtari komunitare, Muhedin Studenica me grupin e tij këtu në Kanada ju mirëpret në numrin e shënuar në ekran. Shoqata e Bashkësisë Shqiptaro-Kanadeze për Toronto njofton se me rastin e 100 vjetorit të pavarësisë së Shqipërisë, më 25 nëntor, do të mbahet koncert i madh me pjesëmarrjen e artistëve të shquar nga Shqipëria dhe Kanadaja. Biletat kanë filluar të shiten
ndaj merrni kontakt me shoqatën në numrat e telefonit që shfaqen në ekran, si dhe në adresën e e-mailit. Minutat e sotme do t'i mbyll një videoklip shqiptar, por përpara se të përshëndetemi, dua t'ju ftoj të vizitoni faqen tonë në Facebook, ku sapo kemi vendosur njoftimin për premierën e dokumentarit Mrekullisht Shqiptare, pjesa e parë, i cili do të shfaqet në Toronto mbrëmjen e 28 nëntorit në kinema Review Cinema. Është një prodhim i pasqyrës shqiptare me sponsorizimin edhe të 5 bizneseve shqiptar: avokatit Anton Brunga, kompanisë së punimit mermerit Dea Marble, 2 saloneve të bukurisë Floka Salon dhe DBK Salon, pra Debekiri Salon, si dhe nga Ervin Musta i kompanisë Musta & Company. Pra, na kërkoni në Facebook si Pasqyra Shqiptare TV. Mirupafshim.